Veprimtarët dhe përfaqësues të organizmave që mbrojnë të drejtat e njerëzit në Shqipëri dënuan dhunën ndaj gazetarit dhe drejtuesit të gazetës Tema Merobaze. Drejtuesja e qendrës për të drejtat e njerëzit, Elca Ballauri, thotë se akti i dhunshëm ndaj Merobazes dhe në përgjithësi ndaj një gazetari është një krim i rënd dhe ngjarja duhet të nxjidë diskutime për çështjet e lirisë së medias që mendoi se ishin tejkaluar gjatë tranzicionit. Sot kur ne pretendojmë që jemi një vend i cili ka haruar këto ngjarje, befas na shfaqen. Unë personalisht natyrisht jam shumë e shqetësuar sepse mendoj që e gjithë kjo nuk duhet kishte ndodhur, por njëkohësisht jam e shqetësuar dhe për faktin se sa vlerë do të kenë diskutimet që do hapen dhe po hapen, të cilat për mendimin tim nuk duhet përmbajnë thjesht nota politike në të. Domethënë nuk jenë pozicionuar vetëm politikisht. Së pari njerë duhet jenë të pozicionuara në aspektin e psikologjisë tonë shoqërore, në aspektin e psikologjisë tonë qytetare, në mënyrë që të rregullojmë dhe të flasim për këtë lloj raporti i cili për fat të keq nuk po zgjidhet dhe me sa duket është një model padyshim shumë i keq që ju jepet qytetarëve në këto vite të një përparimi të Shqipërisë drejt rrugës demokracisë. Ndërsa avokati i popullit Ermir Dobiani dënoi dhunën ndaj gazetarit Merobaze dhe theksoi se akti bëhet akoma më i rënd kur ndodhi kundër një gazetari të njohur investigativ. Unë mendoj se ky është një rast mjaft i rënd, prandaj edhe solidarizohem me të gjithë ato institucione dhe individ që janë shprehur kundër dhunës ndaj gazetarit Merobaze. Ky është megjithëse një sulm ndaj fjalës së lirë dhe ndaj mediave, edhe për shkakun sepse dhuna ndaj tij është e përsëritur. E dyta edhe për faktin se bëhet ndaj një gazetari i cili është investigativ. Dhe e treta që mua më duket e pafalshme që ndosë nga kaluar gati 48 orë nga ngjarja, akoma nuk është arritur që nga ana e policisë së shtetit të kapet personi i akuzuar. Në rastin konkret, parimi i kushtetuesi i barazisë të gjithëve para ligjit, pra të gjithë janë barabartë para ligjit, duhet zbatohet edhe ndaj zotërisë në fjalë që ka kryer agresion dhe akuzohet për këtë nga zoti Baze, përse është çështje e organeve drejtësisë se çfarë masë do të marrin ndaj tij. Avokati i popullit Ermir Dobiani thotë se të gjithë duhet të bëjnë kujdes me median dhe nuk është rastësi që Shqipëria ka rënë në shumë vende poshtë në renditjen botërore të lirisë së shtypit dhe të fjalës së lirë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.